djelë dalin mjellin kanata qështu, shisha, qka gjojnë, baba ki edhe vok do të me gjetë me hongër se si ka mundësi të ne. A ju vjen shpesh me hongër bukën që lojnë njerëzit? Po, valla dhe më që jam me Ramazan, valloj shumë herë e marë piku të njerit edhe e ha. Edhe besa ves pikeshin shoqninja, pesoj nonën e smuqësh për qëtri me kulit, unë s'po jam me aftë. Nuk po jam me aftë për mojt as fmijen, as do plëgjik, do i fmijen, unë nuk me i këzaj kur. Tash po mja festa bajram me fmija, jam s'ka kur qa. Që kanë mundësi për bajram që tjetër në ma gëzuar. Jemi në familjen Rustimi, në lagjë 28 këtu në Kosovë, ne erdhëm më shpresën që ata t'i gjenim në një gjendje më të mirë, por fatkeqësisht realiteti ashtu nuk na doli. Në shtëpinë e tyre ka kapluar varfëria e më së miri se në çfarë gjendje jetojnë ata, do t'na tregojë kryefamiljarja zonja Ajshe, e cila na ka pritur në shtëpinë e saj së bashku edhe me djalin e saj Muamerin. Zonja Ajshe, fillimisht apo më tregon sa anëtar të familjes jeni që jetojnë në këtë shtëpi? 6 anëtar. Po, jetojnë, kushtet e shtira jetojnë, jam me smut. Jetojnë te së bashku me 4 djemtë tu edhe me nikën, a? Po. Çfarë moshe i kanë fëmijët? Djali madh i ka 21, ky i ka 16 vjeçar, ai tjetri ka 14 vjet, ky i ka 12. Edhe një pi i vogël, çfarë moshe? Ky është 2 muaj tash i ban, ky më fëmia i vogël. Do të thonë, po përveç që jeni 6 anëtar të familjes, një problem tjetër përveç varfërisë se keni që gjendjen tone shëndetësore. Më tregove që nuk je mirë me shëndet. Po, heci me kulic, mununa më qunë kam po s'po moj. Kur të pyeta për gjendjen shëndetësore, pata që ti edhe pse je kryefamiljare, je ma madhe jam familje, prap nuk mënesh me dalë me punu, edhe detyrohen djemt me dalë. Djelë dalin mjellin kanata qështu, shisha, qka gjojnë, baba ki edhe vok do të me gjetë me hongër se si ka mundësi të ne. Do të thonë, 2 djemë të mëdhej çdo ditë dalin nëpër kontenjera, edhe këqyrë mos po gjejnë diçka. Përfshirë edhe bukën e marrin ka njerë në kontenjera. Po, edhe bukën se valloj nuk kam. Me ju rejt, unë shmoj me ju rejt, se allojnë ashe. Baba ki edhe bukën do të me marrë në kutë njerë edhe me hongër. A ju vjen shpesh me hongër bukën që lojnë njerëzit? Po, valla dhe më që jam me Ramazan, valloj shumë herë e marrë piku të njerit edhe e ha. Se s'po kemi me qka, mundësi s'po kemi, me kumja mojtna. Po përveç bukës, që sigurojnë për kontinjerave dhe sa në tjera ushqimore që i lojnë njerëzit? Po, qka ka valloj? Qka ka, e gjojna makaronin, e gjojna rizin, e gjojna, qka gjojna, morëm edhe për me hongër. Se s'po kemi, kushtet e shtira shumë i kemi. Me një rrugë s'po më ja dalë kërkon. Tash më konë para 2 jave, ju kanë 1 muj kum nejtë spital, që më murë koma, më murë dora, s'isha e zoja, për punë teme dalen. A punojnë djemt në isena, veç dalin kështu në kontë? Po, mi thirë dikush, kujnë punojnë, që si thirë dikush, që shto, me t'i mojnë edhe kur dalin, me t'i mojnë të une, thojnë nona kush e ditë kur që dërzuhet, shumë, menujnë për mu shumë. Po, në kontinjer shambull, a mundën me gjithë diçka që me shqit, për aty në me shqit, sa pare mëne me i fitu, sa i fitojnë? Valloj, ma shumë se 5, 6, 10 nuk më një nëzirë. Mrena ditës? Mrena ditës nuk më një krejt dalin punojnë, posto që ti shkollë që shkanë, kërë me nja shkanë shkollë, pa hongër, pa pi, kur djenë, vjenë i unë, mamë sa qka me hongër, unë nuk kam mundësi mija qitë me hongër të pësërë. Po besoj që edhe për ty si nonë është këgja shtirë shambull, sidomos djalin 16 vjeçar me po kur dalin kontinjera me dy. Edhe besa ves pikeshin shoqninja, pesoj nonën e smuqësh për qëtri me kulit, unë s'po jam me aftë. Nuk po jam me aftë për mojt as fmijen, as do plëgjik, do i fmijen, unë nuk me i këzaj kur. Tash po mja festa bajram me fmija, jam s'ka kur qa. Qysh mi mojto në këta fmi. Kujtaj, menaj, gjithë natën, qysh mi vesh, mi qitë qanë, mi qitë dresin, tjerë shumë, tjerë fmi që shkujnë, me pasi pasunia dhe fmija jetë.
Shtëpia vetë pishin i llovnisht, shtëpia më fikur, më kja shikja krejtë më fiken. Kull më qësura më në nëto. Ma me rap, na të regën edhe ti se ma mi foli, na ka zënë qëfar gjendje tani, po ty po të që po kanë që tash, nëse kësha mujt një 2-3 fjallë me na thonë për kushtet që e tani. Shambull, a të kishin shok në shkollë? Po, Për çka? që shkam të isha me vesh. Që s'ki tisha me vesh? Çka të thojnë? Gjithë shka. E kjo të bëjmë mund një keq ty. Po, Ti e në klasë 6 tash. klasën e 6 tash, po. Edhe ke për misionë, të mundet me folë, se për din. Po e kuptueshme. A del ti naj herë mjuni mu vllaznive, me shambull në kontinjera dhe ti me qyrë. Mos po gjena me ushqe, mos E shumë në gjithë në dalë. shtunë e dillën dala. Po, Ku del këne në Kosova e kom Prishtinë. unë dalë qajde. Kosh më si punaj. Ki qef me punu dhe te, a? Po, E shambull, sa të bjen ty me shku në për kontinjera ndryshëm qytet, me këqyrë mos po gjenë diçka? 3 euro, 4. Po dhe mëso orë ti sillesh në për qytet me këqyrë mos po gjenë diçka me prute shtëpia. Prej mëngjesit, a del mëngjes deri në mbrëmja, qysh? Unë dalë me njaj dhere kanë 2 meter, rrinë me njëj baj do pare me ble me hangër. E tani kthehesh të shtëpia të momja? Po, E sa të vjen shtirë shambull me dalë edhe në kontinjera, me lyp ushqimin, me gjetë ushqimin? A të vjen keq kjo pjesa se shambull shokët e tu, nështë atojnë aj sem për këtë pjesë që delë ti me punu? valla shumë. Shumë, a? E cila është dëshira jote ma e madhe që tash? Dëshira jam o maj madhe, me gjyqëso shpi, dhe me pot roba, për më vesh. Ki që me pas shpinë e re edhe me pas tesha mu vesha? Po. Ai burri ka dhe që 4 vjetë që më ka burri, na mo jena mit, pa kërkan. Çka kështë dash tash me unë mu? Që tash kisha pos shefen, është festa Bajramit, me na animu për do i shep, kisha pos shef për që ta smimi mi gëzu, edhe më poqin mundësi që shpi më ma ndritu, mos po mina i me, mos po më nëzon së në të minjen. Edhe mua meri do tesha të mira, me shku në shkollë me tesha të reja. Që kanë mundësi për Bajram që t'jetim në ma gëzuen. Edhe njëri prej djemve mja gjitë një punë që mundet me bo, jo punë të rana fizike, se tregova që 16 vjeçare që del i bjen me bo punë fizike, po nuk është mirë edhe më shëndet. Nuk është mirë, në gjëks është pak i kalur brit, por e s'po kam me qune për mjek, vetë shini kushtë që shi kam.